Edhe pse shtuna ishte shpadhur dizie kombëtare në nderim të Papa Franceskut, Sali Berisha nuk e ndaloi fushatën duke respektuar atmosferën përmes 1 minutë heshtje dhe fikjes së muzikës gjatë takimit me qytetarët e Laprakës. Para se të vjojmë me folësit, unë dua t'ju ftojmë të mbajmë 1 minutë heshtje për Papa Franceskun, një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve që sot ndahet nga xhallët për të bashkuar me Atin në jetën e amshuar. 1 minutë heshtje. Në nisjet e aktivitetit, Berisha firmosi një kontratë besimi me Laprakasit ku u zotua për legalizimin e plotë banesave të tyre brenda vitit të parë të qeverisjes në rast të rikthimit në pushtet. Unë firmosa këtu para jush i kontratë me ju. E tha shumë bukur zoti Marku që unë fjalën time e mbaj. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpit tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen sipas këtij parimi. Në vim, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për rikthimin e amnistisë fiskale të maskuar sipas tij pas konceptit të paqes fiskale. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpit tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen sipas këtij parimi. Po. E ndëgjua dje paqja fiskale. Çfarë është paqja e tij fiskale? Paqja e tij fiskale. Duke premtuar zero tolerancë ndaj krimit, Berisha deklaroi se me ardhi në pushtet do të falë të gjitha gjobat e vendosura mbi qytetarët dhe bizneset e ndershme, të cilat sipas tij kanë vuajtur nga arroganca e administratës aktuale. Reklamoi më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë synim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinin në Shqipëri. Këto angazhime Berisha i ndau jo vetëm me qytetarët demokratë të Laprakës, por edhe në praninë e presidentit të urdhërit të Maltës dhe ministres kroate të kulturës Nina Obuljan.